thot ra granata ishim të munu mu strehu mas një lisi, thot edhe jakputi ka me një vajzë, mosh nuk jam i sigur, po ka mujt me qenë 17-18 vjeç, thot edhe e tregon atë situatë, thot shkoj zhag, e mur kamën e afroj afër, thot edhe vdiq. Çka është kolisi për ty? Për Llapjant edhe për një pjesë të madhe të Prishtinës, në mënyrë të veçantë për Gollakun, kolisi i ka dy aspekte të kuptimit, që sot e a di, domethënë, kjo veç vjen të u forcu. Një, kolisi ka strehu kaq shumë njerëz në periudhën e luftës, sa që njerëzit e dinë si shtëpi të dytë, edhe përmenet kolisi, përmenen mija njerëz që kanë jetu në tenda, po që e kanë pas shpresën që aty e kanë një lloj sigurie për cilën ason sot se di pse ka ndodhur. Ndoshta ka qenë edhe orkestruar pe pushtuesit me detyru njerëz edhe me mbledh aty. Aty njerëz qatë vend, ku e kanë pas qatë shpresë të madhe që munden me mbijetu dyqysh, edhe munden me konë larg jashtë asoj perimetrit sulmeve të armikut, kanë jetu e mbijetu për një kohë, domethënë për një kohë jo të shkurt, nën tenda, në qiell të hapur, ka qenë muaj mars-prill, kur edhe kushtet atmosferike si në kanë të mira, edhe kanë shkëmby gjithçka që kanë pas me njëri tjetrin, dikush pa kushtim, dikush vesh mbathje, edhe thjesht domethënë është tregu ajo bujaria njerëzore ku secili ka ndihmu secilin me çka ka pas mundësi me bashk me mbijetu çet kohë që ka qenë shumë e rëndë. Edhe është aspekti tjetër. Pra, kjo pjesë e strehimit, njerëzit e shohin si shtëpi dytë dhe sot kur përmenet kolisi është e pamundur kudo që ta përmendsh, mos me kanë temë kjo që po jemi mbledhën kolis, kemi kalu kështu, kanë kjo sfidë, ka njerëz që i kanë pas grashta zona dhe kanë lindë aty. Ka të tjerë që domethënë ju kanë smu familjarët edhe kanë vdek, se s'ka pas domethënë mungesa e kushteve shërbimit, mungesa e higjienës, në kushte mali, pra thjesht domethënë mbjeshk me atë numër as të madh të popullatës, edhe po që u pasi strehim. Është aspekti tjetër që ka filluar me datën 18 prill, që kanë filluar sulmet të orkestrume të policisë, paramilitarëve dhe ushtrisë serbe në popullatën e pambrojtën, e cila ka qenë shumë të numër, edhe ka qenë si lokacion gjeografik i zorshëm për më strehu në kuptimin për më mbrojt për sulmeve, edhe aty kur fillojnë ato sulme, është kë pjesa e dytë. Për strehimit kalon në të pjesën e të merrit të një situate ku njerëzit historit që i tregojnë sot, me bo filma, horror, skenare filmi, edhe dalin pak. Aty, pe dëshmitarve, dhe më thonë, du mi përshunja 2-3 situata që, për shembull, unë i kam dëgju pe njerëzve ma të afër që i kam. Thot, më tregon vllau, Regja, është ai mas, dhe më thonë, ma i ri se unë, thot, ra granata ishim të munu mu strehu mas një lisi, thot edhe jakputi ka me një vajzë, mosh nuk jam i sigur, po ka mujt me qenë 17-18 vjeç, thot edhe e tregon atë situatë, thot shkoj zhag, e mur kamën e afroj afër, thot edhe vdiq. Pe gjakderdhjes. Domthon, këto janë skenat që njerëzit këtë pjesën e të merrit e të horrorit e kujtojnë për koliqin sa herë kujtohet. Aty viktima. Çka është kolisi? Për familjen tonë. Viktima rreth 228 që kanë qenë dhe kanë qenë të Llapit dhe të Prishtinës. 228 viktima shumë plagosën, bëhet fjala për 18, 19, 20, 21, 22 prill, për familjen tonë 18 që edhe 19 që kanë qenë disa, më me thonë tash, nëse kthehemi në historinë familjare që kemi dëgju pe pararzve, pe gjyshit, e gjyshi jam pe babës vet, edhe e marim kohën pe 1878 kur janë shpërngul pe Toplice, ditë më të rëndë se 18-19 prilli për familjen tonë nuk ka pas. Ka qenë ditë e rëndë se e para me 18 jem plagos baba me 36 pjesë granatës edhe një kom të thyme me fraktur të hapne. U kone plagos në nona në gjëks moshni
edhe koni plagosën agroni vllaus 14 vjeçar edhe motra Mirveti 12 vjeçare. Po plagosit janë konë shumë të rona dhe kjo ka ndodhur në 2 ditë në orën 2 edhe kanë metën për rrugë pra në vendin ku janë plagos deri të nesërmen në mëngjes ku njerëz të vullnetit edhe du me e potencu që familja që ju kanë imu shumë me dalë, për shembull, e ka pas edhe ajo vetë një të plagosën i cili ka vdek mas disa orëve me një plom në gjëks, janë të glamnikut, që s'jo harrojmë kur. Domthon, kemë borx moral, jenë plagos në ora 2, ka ra shi edhe borë gjatë natës, e në mëngjes kanë mërimi në nxjerr pe proni. Pra, krejt natën, shi, në borë, të plagosën kanë bjetu. Kanë bjetu deri në mëngjes i kanë nxjerr të më thonë me datën 19 i kanë nxjerr pejproni dhe kur i kanë nxjerr në rrugë, se ka qenë problem transporti. Më marrë me ta kon problem serioz se dhe frakturat hapne edhe kom pa mobilizume, masane qysh me i përdoru. Njerëzit aty edhe s'kan pas përvojë qysh me mobilizu një të plagosën tillë, edhe kjo ka bërë tani edhe më të vështirë. Të nesërmen e kanë nda vllaun e madh dhe nuk i di më rreth. Forcat serbe kanë nda. Forcat serbe e marrin e ndojnë. Çfarë moshë ka qenë? Kjo ka ndodhur me 19 prill, ai me 2 janari ka bën 22 vjet. Mas e ka nda, nuk i dim rrethonat e sakta se s'kem një dëshmitar qysh e kanë vrarë, po e dim që e kanë ekzekutu, domethënë të hanën me 19 prill, po këtu s'përfundon tragjedia se në të njëjtën ditë i kanë ekzekutu edhe 2 vllazërit e nans, dajt, edhe njonën, pra Faikun, Dajn Faik, e kanë ekzekutu me gjithë djalë në 19 vjeç. Domthonë kjo u shku të tragjedin veç të e rrit, po çka është ajo që do të më përmend që edhe këta që kanë me gjallë kanë me aty edhe mos ka pas kush merret me ta, e kanë kaluar edhe një natë me datë 19 prill në kolegj, e me datën 20 prill masanej agroni vllau, që ashtu i plagosën, u organizu qysh ka mujt me 2 plag, edhe i ka, të më thonë, e ka vozit traktorin deri për Prishtinë, të ushtria në lokal masanej me të martën, prap i kthejnë mrapsht, edhe kalojnë një natë një bërë një familje aty, edhe të mërkurën kanë mri me marrë ndihmën e parë tamam, që i bjen pejt diellës kjo konstituta. Pra, qëto jem paka shumë ato që në historinë tonë familjare për asaj që për cilët nga brezi në brez, për vitit 1878 kur janë shpëngull, ditë matron nuk ka pas.